Jam I bindur se këto lista përfaqësojnë një elitë të vërtet politike të Shqipërisë, përfaqësojnë një ripërtritje në frymen e këtij kuvendi si kuvendi ripërtritjes. Listat pra janë nga më dinjitozet. Natyrisht shumësia e kandidaturave e bën të vështirë zgjedhjen, të jemi realisht, sepse ka kandidatura të shkëlqyera. Pasi ju vonua? U vonova se tre kategori I kanë da kësaj herë edhe mirë kanë bërë. I kanë da në votimin veças për burrat, veças për zonjat dhe veças për të rinjt. Besoj se kanë vepruar drejt në mënyrë që përqindjet e tyre dhe kuotat e tyre të respektohet. Uroj që gratë të arrijnë 40%, edhe është një detyrim statutor të rinjt të jenë sa më të pranishëm. Pra, me kaq, unë do shkoj të vazhdoj të dëgjoj fjalë